shikues të Vizion Plus, përshëndetje. Do të njemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Shqipëria ditën e sotme është shikuar nga kushte atmosferike të shndrueshme dhe të ftohta, kryesisht në orët e mëngjesit. Orët me diell kanë bizotruar në të gjithë vendin. Era ka fryrë me drejtim kryesor nga kuadrati veriut me shpejtësi 7 metër për sekond, vallëzimi në Adriatik dhe Jon ka qenë 2 ball. Temperaturat u regjistruan në vendet malore nga -3 deri 13 gradë Celsius, në vendet e ulta nga -2 deri 19 gradë dhe në Bregdet nga 2 deri 18 gradë Celsius. Për ditën e premte, Shqipëria do të vijojë të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike të shndrueshme, orët me diell do të bizotrojnë në pjesën më të madhe të vendit. Era do të vijojë të fryrë me drejtim nga kuadrati veriut me shpejtësi 6 metër për sekond, vallëzimi në Adriatik dhe Jon do të jetë 1 deri në 2 ball. Temperaturat parashikohen në vendet malore nga -2 deri 16 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 0 deri 20 gradë dhe në Bregdet nga 5 deri 20 gradë Celsius. Rajoni Ballkanit ditën e nesërme do të ndikohet nga kushte atmosferike të shndrueshme, të cilat do të sjellin mot të kthjellët në pjesën më të madhe të tij. Për sa i përket kontinentit evropian, ditën e nesërme ai do të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike të shndrueshme, pjesa më e madhe e tij, të cilat do të sjellin mot të kthjellët dhe vranësira të pakta dhe kalimtare. Ndryshe do të paraqitet situata në Gadishullin Iberik, në Francë, ku masat ajrore të paqëndrueshme do të sjellin mot me vranësira, me rishë shiu, të cilat hera herës do të jenë me intensitet deri të lartë. Duke i përfunduar, më falenderoj për vëmendjen, bashkë në takofshim.